Me Nirvana Deliun do të diskutoj për gjitha zhvillimet që vinë nga Brukseli në lidhje me Shqipërinë. Përshëndetje, faleminderit Nirvana që je me mua, si gjithmonë kënaqësi. Gjithashtu kënaqësia ishte imja. Ditën e sotme kemi parë edhe këtë takim të kryeministrit Edi Rama me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Si e pat këtë vijim si takimesh të nivelit të lartë? Fakt ka qenë një javë ngjeshur për shtetin shqiptar dhe për përfaqësuesit e shtetit shqiptar në kuadër të asaj që ne quajmë shpeshherë procesi euro-atlantik dhe integrimit të Bashkimit Evropian. Pra nga njëra anë patëm disa zhvillime në kuadër të procesit të integrimit, por shikojmë që kemi edhe një takim shumë të rëndësishëm që kryeministri Rama bën pikërisht me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Pra është shumë e rëndësishme sidomos në një kohë të turbullt me problematika dhe me disa pasiguri gjeopolitike që ndodhemi për momentin. Vazhdon lufta në Ukrainë, ndërkohë që kemi edhe vatra të tjera, lufte dhe pasiguria dhe frika që mund të trokasi një luftë pranë Europës është gjithmonë edhe më e afër. Duke bërë kështu që fakti që ne si shtet e kemi shumë të qartë orientimin ton strategjik, e kemi shumë të qartë kush janë aleatët tanë dhe kush janë ato objektiva strategjike, është shumë pozitive dhe ky mesazh, ky takim mes dy krerëve tregon pikërisht këtë, pra që Shqipëria mbetet një aleat që mund të mbështeten të gjithë vendet anëtare të NATO-s, por edhe Bashkimi Evropian gjithashtu si organizëm. Konfirmon mbështetjen, por njëherë është edhe sigurin, thua, në rajon, apo flasim vetëm për Shqipërinë në këtë rast? Është më gjerë, gjithmonë shikohet më gjerë. Pra, Shqipëria është nga të paktat vende në Ballkanin Perëndimor që është pjesë e NATO, së bashku me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor ende nuk janë pjesë e NATO-s. Pra, kjo gjithashtu ka qenë një pikë kyçe dhe zhvillim i mëtejshëm i Shqipërisë në rrugtimin e saj. Pra, dhe kjo nuk kupton që është një aktor i rëndësishëm dhe fakti që dhe samiti i ardhshëm i NATO-s parashikohet realizohet në Tiranë. Tirana ka qenë mikpritëse shumë samiteve të ndryshme në kuadër të procesit të integrimit evropian, por edhe kjo ishte gjithashtu një arritje mjaft pozitive dhe është një mesazh i qartë që i jepet Shqipërisë, pra që mbetet një vend ku aleatët dhe partnerët gjejnë mbështetje dhe kanë sigurinë dhe besimin që Shqipëria do të jetë gjithmonë aty për të plotësuar dhe për të ndjekur gjitha direktiva dhe gjitha ato objektiva strategjike që kanë vendosur këto organizma. Ne thamë në fakt se nga Brukseli ka disa ditë, 2 ditë tani më që vijnë lajme shumë pozitive edhe konfirmuese për Shqipërinë dhe këtu kanë parasysh edhe zhvillimet e ditës së dieshme me mbajtjen e konferencës së 6 ndërqeveritare. Çfarë mund të themi në këtë drejtim? Ishte një hap shumë pozitiv, në fakt nënkupton hapjen e një grup kapitulli tjetër për negociatat me Bashkimin Evropian. Nga 6 grup kapitull që neve negociojmë tashmë kemi hapur 5 prej tyre, dje hapëm grup kapitullin 4, i cili edhe pse ka vetëm 4 kapitull janë kapitull me rëndësi, me peshë të madhe, ku përfshihet energjia, ku përfshihet transporti, përfshihet politikat europiane të rrjetit europian, gjithashtu edhe mjedisi kapitull 27 që shpeshherë përmendet si ai nga kapitulli që do të jetë pak më sfidues dhe më problematik, jo përveç faktit që përmban shumë fusha në të, po dhe për shkak të një volumi shumë të madh të legjislacionit. Legjislacioni shpeshherë është dhe horizontal, duke prekur dhe kapituj dhe fusha të tjera, por edhe për shkak se kërkon kapacitete dhe një institucione, por edhe burime financiare dhe njerëzore të shumta për të bërë të mundur jo vetëm që të arrihen ato standarde që kërkohen, por sidomos pjesa e inspektimit dhe monitorimit që për Bashkimin Evropian është kyçe. Pra nuk mjafton tashmë, nuk jemi më në fazën po bëjmë ligje të mira si Bashkimi Evropian, por jemi në fazën që këto ligje të mira duhet kenë edhe të gjitha kapacitetet e nevojshme për të zbatuar në mënyrë efektive dhe për të pasur impaktin e duhur. Është shumë pozitive dhe fakti që po i arrim me shpejtësi hapjen e grup kapitujve. Tashmë në total ne kemi hapur 28 kapituj nga 33 dhe presim vetëm 5 kapitujt e fundit që përfshihen në grup kapitullin 5, që përfshin bujqësinë, burimet, kohezionin, fondet strukturore, peshkimin, sigurinë ushqimore, edhe ato deri diku sfidues pasi kanë këtë elementin teknik, por që është një lajm shumë pozitiv që kemi pasur edhe një mbështetje dhe një shtytje si nga ana e Komisionit Evropian, si institucioni që na monitoron dhe rekomandon, por dhe presidencat e Këshillit Bashkimit Evropian, si presidenca hungareze, dhe pse Hungaria ka problematikat e vet me Bashkimin Evropian, për ne ka qenë deri diku fatcell, se pasi realizuam 2 konferenca ndërqeveritare gjatë presidencës hungareze dhe lajmi i mirë do të ishte që edhe brenda presidencës daneze që e mbyll presidencën e saj në fund të vjetorit arrim
të realizojmë edhe konferencën e rallës ndërqeveritare që do të nënkuptonte dhe hapjen e grup kapitullit final që na ka mbetur për të hapur të gjithë kapitujt. Edhe nëse e lexojmë në fakt në kuadër qofte edhe të deklaratave publike që patën dje të gjithë aktorët për një ritëm breslënës rekord e të tjera me radhë, ju prisin që i gjithë procesit të ecë me këto hapa të përshpejtuar? Nëse ne ruajmë këtë ritëm, nuk ka asnjë arsye pse neve të mos ecim me shpejtësi dhe pse mos ecim dhe me cilësi, sepse gjithmonë dhe kjo pikpyetja që po i bëjmë shpejt apo i bëjmë dhe mirë, a janë të kombinuara të dyja? Normalisht ne tashmë jemi të monitoruar gjatë gjithë kohës nga ana e Komisionit Evropian, institucionet shqiptare që janë dhe negociatore për kapitull për katës, raportojnë të paktën një herë në javë në Komisionin Evropian për politikat që kanë parashikuar, për draft ligje që kanë parashikuar, tregojnë ku janë, kush është plani, cilat janë burimet që ata parashikojnë, duke bërë të mundur që nuk jemi vetëm në këtë rrugtim. Pra është një punë shumë voluminoze që ndoshta shumë herë nuk reflektohet dhe nuk kuptohet, por që është një punë voluminoze dhe kuptojmë nga ana tjetër që këto ministri dhe këto institucione nuk kanë vetëm punën për integrimin evropian, kanë dhe politika dhe punë të tjera, por kjo është, le të themi, ajo fokusi kryesor për momentin, duke qenë që dhe neve politikat i bëjmë gjithmonë në kuadër të jemi të parafruar me Bashkimin Evropian dhe me atë çfarë na kërkohet. Ajo çfarë është e rëndësishme edhe nga konferenca është pikërisht ai dokument i rëndësishëm që Bashkimi Evropian nxjerr, pozicioni negociues i Bashkimit Evropian, i cili në atë raport përcaktohen ku jemi ne për secilin kapitull dhe përcaktohen dhe si themi kriteret që për këtë grup kapitull kemi vetëm kritere përmbyllëse që janë ato detyrat e shtëpisë që ne duhet të bëjmë këto, do të arrijmë këto standarde që kapitujt më pas të mbyllen, sepse me të drejtë zonja Kos, komisionerja e zgjerimit tha dje, mund të jetë thjesht për të hapur kapitujt, por puna e vështirë dhe vërtet do të jetë të mbyllim ato, dhe për të mbyllur ato duhet të realizojmë këto kritere që në dokumentin që tashmë është i publikuar janë paraqitur që janë disa kritere për secilin kapitull, ku normalisht për shumë kritere kishte kapitulli 27 me rreth 9 të tilla, të cilat kërkojnë një avancim dhe një nivel të avancuar të parafrimit të legjislacionit, kapacitetet institucionale, por edhe arritjen e standardeve që Bashkimi Evropian ka, sidomos për çështjen e mjedisit, sepse kur flasim për mjedisim, kemi parasysh cilësinë e ajrit, cilësinë e ujit, kimikatet, tokën, menaxhimin e mbetjeve dhe gjitha fushat e tjera apo edhe ndryshimet klimatike, gjitha këto fusha që do duhet thënë që janë edhe sfiduese për të arritur, kërkojnë edhe kosto nga njëra anë dhe ndonjëherë mund të ketë edhe penalitete apo edhe disa efekte negative afatshkurtra edhe tek qytetarët, duke qenë që do duhet mësohemi tani me këto të përshtatemi. Po, duhet fillojmë të mësojmë të përshtatemi. Bizneseve dhe mënyrën e implementimit të këtyre politikave. Si mund të shohim bashkë të gjitha këto takime të zhvilluara në Bruksel? Është një javë shumë pozitive, në fakt duhet përmend që përveç takimit që sot zoti Rama pati me Ruten dhe konferenca dje, sot zhvillohet edhe një takim tjetër në Bruksel, po aq i rëndësishëm, është takimi i Komitetit Ekonomik Social Evropian, i cili ka në fokus, le të themi, është si një organizëm që përfshin aktorët e shoqërisë civile, punëdhënësit, punëmarrësit, bashkë për të folur për çështje të ndryshme që lidhen me çështjet përgjithsisht sociale dhe ekonomike të qytetarëve evropian. Po për herë të parë është parashikuar që pjesë e kësaj antarësie e këtij institucioni, është institucioni i parë i Bashkimit Evropian që tashmë ka mirëpritur në antarësinë e tij dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ku dhe Shqipëria me aktorë të shoqërisë civile tashmë përfaqësohet në këtë komitet. Sot është dita e fundit e mandatit të kryetarit të këtij komisioni dhe ai ka mbledhur të gjithë bashkë duke thënë që tashmë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor do duhet që të jenë pjesë avash e këtyre institucioneve dhe pse jo të fillojnë të kuptojnë që tani se çfarë do të thotë të bëhesh antar i Bashkimit Evropian. Kështu që gjitha këto takime janë pozitive, është shumë mirë që ti shikon sot në Bruksel flamurin e Shqipërisë që valvidet së bashku me flamujt e tjerë si Bashkimit Evropian ashtu dhe të shteteve antare. Do duhet që ta ruajmë momentin, BE-ja duket që është serioze dhe kërkon që të ketë një antarësi të re Edhe në raport me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, se u theksua edhe ditën e djeshme që hapi më rekord dhe ritmi më rekord ka qenë në Shqipërisë. Po, jemi një rast i veçantë, domethënë nuk ka ndodhur më parë që të hapen kaq shumë kapituj brenda një periudhe kaq të shkurtër. Normalisht ndryshimi metodologjisë, që ne tani po i hapim me grup kapituj, ndërkohë që Serbia, Malizia apo dhe Kroacia më parë i ka hapur në mënyrë individuale, çka do të thotë që kanë
dashur më shumë kohë dhe mund të kenë hapur 2 ose 3 kapituj për secilën konferencë ndërqeveritare, ndërkohë që Shqipëria dhe për shkak të metodologjisë së re që tashmë janë të grupuara kapituj dhe ne nuk zgjedhim cilët kapituj do hapim, por i hapin ato në grup, edhe pse më pas mbyllja bëhet në mënyrë individuale dhe kjo është e rëndësishme për të theksuar, pra hapen në grup, po për të mbyllur secili do të vlerësohet në mënyrë individuale. Është shumë pozitive hapja e tyre, ritmi ka qenë shumë i mirë, derisa kemi pasur vlerësime pozitive sepse për të bindur për hapjen e këtyre dhe për realizimin e këtyre konferencave ndërqeveritare nuk mjafton vetëm një fjalë e mirë e Komisionit Evropian, po do duhet bindesh në radhë të parë 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, pasi është Këshilli ai që vendos dhe ne e pam pra që edhe takimi i djeshëm u bë në kuadër të takimit të Këshillit të çështjeve të përgjithshme që ministrat e punëve të përgjithshme ishin pjesë e këtij Këshilli dhe aty më pas u bë edhe konferenca, duke bërë të mundur që neve po ecim me hapjen e dur dhe sot së bashku me Malinezin mund të themi që jemi udhëheqëse të procesit të integrimit evropian, një gjë që para 10 apo 15 vitesh nuk e thonim dot. Nuk imagjinohej. 2 tetor është një tjetër datë e rëndësishme dhe këtu duhet ndalem tek këto hapat e shpejt edhe tek sfidat e vogla të afërta që kemi përpara. Çfarë duhet presim? Duhet presim që duhet vazhdojmë punën, duhet presim që duhet vazhdojmë të bëjmë gjithë kërkesat dhe kriteret që na kërkohen. Është shumë e rëndësishme është që shumë shpejt do të dalë edhe raporti i ri i progresit i Bashkimit Evropian për këtë vit, duke parë më mirë tashmë dhe situatën ku jemi me kapitull, çfarë vlerësimi Komisioni Evropian ka bërë për secilin kapitull, për këta që kemi hapur dhe për ata që presim të hapen, dhe normalisht nuk do duhet që ta ruajmë ritmin, por ajo çfarë ne theksojmë gjithmonë është që ky proces do duhet të shikohet si gjithëpërfshirës dhe të gjithë aktorët të jenë të përfshirë. Normalisht, qeveria dhe ministrit përkatëse kanë rolin kryesor, ato janë negociatorët, ato janë hartuesit e politikave, ato janë përfaqësuesit tanë kur takohemi në Bruksel, por dhe aktorët e tjerë do duhet që të jenë të përfshirë dhe të luajnë rolin e tyre, duke përfshirë si opozitën, por dhe aktorët e shtetror. I tremeri politikës në Shqipëri, pra? Normalisht është problematike dhe duhet thënë që kjo pjesë vlerësohet në ato që quhen kriteret themelore, tek kapitulli themelor. Ne gjithmonë kemi evidentuar në fakt që Shqipëria mund të ketë qenë vend i vetëm që është në këtë pikë në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian, vetëm për shkak të politikave të brendshme, se me fqinjët kurrë nuk ka patur probleme dhe është parë si një faktor stabilitetin Ballkanin Perëndimor. Gjatë ditëve të fundit ne kemi ndjekur edhe gjitha zhvillimet që vinë nga ndryshimi rregullor së Kuvendit, edhe me një lloj debati që ka qenë konkretisht për këtë komision, që tani e ka marrë mazhoranca si një zotim i tyre, se do ta çojmë përpara të gjithë antarësimin, edhe ju prisni se do të ketë problematika të mundshme? Unë shpresoj të mos ketë problematika të mundshme, por nga ato çfarë na ka treguar historia, shpeshherë ka pasur bllokime të tilla, bojkotet, largimet nga salla, apo mosvotimi i reformave dhe politikave që janë të rëndësishme dhe bëhen në kuadër të procesit të integrimit evropian të mirës së Shqipërisë. Pra, dhe kjo duhet që të kihet parasysh tani në këtë moment, pra nuk duhet që të kemi këto problematika që do të na vononin, do të na pengonin apo do të na kthenin mbrapa. Sa mund të ndikojnë sjellje të tilla? Mund të ndikojnë pikërisht sepse mund të sjellin vonesa, nëse sjellin vonesa ne nuk e se sa mund të shfrytëzojmë këtë momentum të mirë dhe pozitiv që jemi ne si Bashkimi Evropian. Pra gjërat mund të ndryshojnë, mund të ketë dinamika të tjera, mund të ndodhi që Bashkimi Evropian mund ta humbi si prioritet procesin e zgjerimit. Pra është momenti që ne nuk duhet të humbim dhe është ajo që ju thatë, ne shpeshherë kemi humbur kohë ndonjëherë për fajin, thjesht për fajin ton dhe jo për problematika të tjera, sidomos për problematikat e brendshme që nuk është mirë që t'i kemi. Pra vendet si Serbia, Maqedonia e Veriut apo vendet e tjera mund të kenë pasur problematika të jashtme me aktorë që nuk kanë pasur mundësi as të menaxhojnë, as të kontrollojnë, ndërkohë që ne as të bashkëveprojnë, ndërkohë që neve kanë qenë përballë ultimatumeve, ndërkohë që ne si themi kemi pasur gjithmonë këto problematikat brenda në shtëpi që më pas janë kristalizuar dhe i kanë treguar që kemi pasur vonesa, sidomos për fazat që do duhet kalonim, si për fazat marrjen e statusit kandidat, si për hapjen e negociatave që ka qenë një kalvar i gjatë, kemi filluar që në 2020 me pikpyetjen i hapëm negociatat apo nuk i hapëm negociatat, ndërkohë që ka pasur raste që kur politika është bërë bashkë, kur ka pasur bashkëpunim, siç është për shembull miratimi i reformës në drejtësi, kjo ka sjellur një impetus shumë të madh dhe ka sjellur një zhvillim ku ne më pas kemi arritur të ecim përpara dhe në kuadër të procesit të integrimit. Janë të lidhura, siç e thash, janë elemente që Komisioni Evropian i vlerëson me shumë delikatesë, me shumë rigorozitet, si procesin e zgjedhjeve, si funksionimin e parlamentit, si funksionimin e institucioneve qeveritare apo institucioneve të pavarura, pasi kërkon radhëparë që demokracia dhe vlerat themelore të jenë në këto institucione dhe më pas ato të përhapen dhe në gjithë shoqërinë. Pra, sjellje të tilla nga opozita në parlament, siç e kemi parë gjatë legjislaturës së shkuar, po edhe në këto seanca të para, mund të kenë ndikim negativ?
mund të kenë që mund të kërkohet një kritik ose mund të kërkohet një tërheqje vëmendje. Normalisht është akoma fillimi, le të mos e shohim gjithçka shumë të errët, por që them që edhe me raportin që të dali shumë shpejt, aty do të ketë detyrimisht një vlerësim dhe një rekomandim mbi atë se si duhet që të punoj klasa politike. Ne shpeshherë në raporte e lexojmë gjithmonë një klasë polarizuar, një klasë ndarë në mënyrë shumë ekstreme, e cila nuk pranon apo nuk kërkon të bashkëpunoj edhe për këto reforma që i tejkalojnë më pas edhe interesat politik të çdo force politike. Unë falenderoj shumë Nirvana që ishe me mua, faleminderit për gjithë analizën që ndave drejt për drejt me ne. Kënaqësia ime, faleminderit.